Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama ka propozuar një pakt për pronarët e hoteleve, duke ofruar mundësinë të paguajnë 65% të kapacitetit akomodues në periudhën maj-shtator dhe 30% në dimër, si dhe ka njoftuar gjithashtu masa të reja për mbikëqyrjen e plazheve dhe përdorimin e inteligjencës artificiale. Në një fjalim të mbajtur në Sarandë, kryeministri Edi Rama ka ofruar një pakt për pronarët e hoteleve, duke e mundësuar atyre që të paguajnë 65% të kapaciteteve akomoduese gjatë periudhës së verës maj-shtator dhe 30% gjatë dimrit, në këmbim të shmanges të kontrollit të menjëhershëm nga autoritetet. Kjo mas ka për qëllim lehtësimin e procedurave dhe rritjen e transparencës në sektorin turistik. Vendosur që t'i japim një opsion të gjithë strukturave hoteliere për të pranuar një para deklarim me marrëveshje që për periudhën e pikut të paguajnë, nëse nuk duan asnjë kontroll, të paguajnë 65%. 65% është, besoj, shumë e ulët në raport me të vërtetën, por ne duam që ta fillojmë me 65% uniform, dhe kush paguan 65% të zënë për gjithë periudhën maj-shtator, mos gabohem, nuk ka asnjë kontroll, por ka mbrapa dhe 30% e periudhës dimrit. Gjithashtu, Rama ka shpadur se 500 investitorit e parë që do të investojnë në agroturizëm do të kenë përfitime nga një periudhë pa taksa për 10 vitet e para. Në lidhje me mbikëqyrjen e plazheve, Rama i ka njoftuar përdorimin e dronëve për monitorimin e administratës së hapësirave në plazhe dhe për të siguruar që shlezlonët dhe shërbimet të ofrohen në përputhje me standardet. Aktualisht kemi bërë planin e mbikëqyrjes plazheve me dron dhe në mënyrë të përditshme do të marrë informacion mbi pikërisht mënyrën si administrohet hapësira e plazheve dhe po bëjnë dhe disa trajnime të tjera me këta të hapësirës. Kryeministri gjithashtu diskutoi përdorimin e inteligjencës artificiale për të mbikëqyrur aktivitetet e biznesit. Ky model synon të zëvendësojë inspektimet fizike dhe të sigurojë rritjen e efikasitetit dhe transparencës. Ne tani po krijojmë bashkë me Microsoftin modelin e inteligjencës artificiale që do bëj si thosh ato që sot e bëjnë fizikisht inspektorët për të parë nëse ti e ke shkelur kasën atë butonin në mënyrë të rregullt apo ke bërë hile. Modeli është duke u trajnuar edhe rezultatet janë fantastike, që do të thotë që gjithë procesi do jetë i mbikëqyrur në shkallë kombëtare nga një inspektor virtual. Rama përmendi gjithashtu rëndësinë e hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke thënë se vlera e pronës do të dyfishohet menjëherë. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg 2 vëllezërit matraçe dhe punonjësin e OSHE-s, Endrit Paja, por kultivim dhe shpërdorim të detyrës së lidhur me një shtëpi bari në Laknas. 2 vëllezërit ishin kthyer së fundmi nga Anglia dhe katën e 2 të banesës e kishin përshtatur në kultivimin masiv të bimëve narkotike të kanabis sativa. Gjykata e Tiranës ka vendosur të lënë në burg 2 vëllezër Shkëlqim dhe Fatmir Matraxhi, si dhe punonjësin e OSHE-s Endrit Paja për akuzat lidhur me kultivimin masiv të kanabisit në një banesë në Laknas. 2 vëllezërit, të cilët ishin kthyer nga Anglia, kishin përshtatur katin e 2 të shtëpisë për kultivimin e bimëve narkotike të kanabisit, duke instaluar pajisje të posaçme për të krijuar kushte optimale për rritjen e tyre. Policia ka sekuestruar një sasi të konsiderueshme bimësh kanabis, të gjetura në një fazë të avancuar të zhvillimit, si dhe një sasi droge të paketuar, gati për të shpërndarë në treg. 2 vëllezërit akuzohen për kultivim dhe shpërndarjen e narkotikëve, ndërsa Endrit Paja, punonjës i OSHE-s, është arrestuar për shpërdorim detyre, pasi dyshohet se ka favorizuar aktivitetin kriminal duke mos evidentuar lidhjen e palishme të energjisë elektrike për shtëpinë e përdorur për kultivim. Ky rast ka të rënditur komunitetin duke vënë pa përfshirjen e individëve nga sektori publik në aktivitete kriminale dhe abuzimin me detyrën e besuar. Hetimet po vazhdojnë për të zbardhur më tej këtë aktivitet palishëm edhe për të identifikuar persona të tjerë të mundshëm të përfshirë në këtë rrjet palishëm. Një apartament në lagjen e vjetër të Bulqizës u përfshi nga flakët mëngjesin e sodëm, duke i shkaktuar plagë të rënda një të moshuar i cili më pas ndroi jetën në spital. Zjarri shpërtheu në një kohë kur banorët e pallatit ishin ende në gjumë dhe ndihmën e parë dhan fëmijët e tij që pan tymin
të dilte nga ndritarja e apartamentit. Një zjarr i fuqishëm shpërtheu mëngjesin e sotëm në një apartament në katin e parë të një pallati në lagjen e vjetër të Bulqizës, duke shkaktuar plagë të rënda për Xhevdet Sarën, 70 vjeç, i cili nuk mundi të mbijetonte lëndimeve. Zjarri shpërtheu në një kohë kur banorët e pallatit ishin ende në gjumë dhe ndihmën e parë dhanë fëmijët e tij që pan tymën të dilte nga dritarja e apartamentit. Ata menjëherë njoftuan zjarr fikse, të cilën bëritën në vend zjarri dhe pas një pune shumë të koordinuar, arritën të fiknin zjarrin dhe të nxirrnin të moshuarin nga banesa. Në momentin e shpërthimit të zjarrit, Xhevdet Sara jetonte vetëm me bashkëshortin, e cila nuk ishte në shtëpi në momentin e ngjarjes. Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë dhe transportimit të tij në spitalin e Bulqizës, Xhevdet Sara ndroi jetë pas disa orësh si pasojë e djegjeve të rënda. Hetimet e para kanë nxjerrë dyshimet se zjarri mund të ketë shpërthyer nga një rezistencë elektrike që i moshuari kishte lëndezur gjatë natës për ngrohje. Ajo që është e sigurt është se ai nuk ka patur mundësi të largohej nga apartamenti, pasi flakët u përhapën shumë shpejt dhe i pamundsuan çdo mundësi për të shpëtuar. Për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e ngjarjes, një grup hetimor i ngritur nga autoritetet ka nisur hetimin. Ata po punojnë për të konfirmuar nëse rezistenca ka qenë shkaktar i zjarrit apo ka pasur dhe faktorë të tjerë që kanë kontribuar në shpërthimin e tij. Një sherrë në Kamës përfundoi me një të plagosur pas një konflikti mes dy drejtuesish automjetesh. Në vendin e ngjarjes u gjet gjithashtu edhe një këzhoj plumbi, e cila akoma mbetet e paqartë nga kush është shqyrbuar. Makina e ridivatës, e cila ngeli në vend ngjarje, u dëmtua gjithashtu nga goditja me shkopi. Një incident i dhunshëm ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Kamës në rrugën e OSB-s, ku dy drejtues automjetesh janë përfshirë në një sherrë për motive të dobta që ka përfunduar me pasoja të rënda. Sipas informacionit zyrtar të policisë, konflikti mes dy shoferëve ka eskaluar në dhunë fizike dhe ka rezultuar me dënimin e shtetasit Redi Vata, 38 vjeç, i cili është goditur me sende të forta. Ai ka marrë plagë të rënda dhe është transportuar me urgjencë në spitalin më të afërt, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas ngjarjes, policia ka shkuar menjëherë në vend ngjarje për të verifikuar informacionet për të shtëna me armë zjarri. Nga hetimet paraprakë është gjetur dhe sekuestruar një këzhoj që dyshohet të ketë lidhje me përplasjen mes dy personave. Pjesëmarrës në këtë hetim ka qenë edhe shefi i komisariatit të Kamës, Besim Qibini, i cili ka mbikëqyrur operacionin e sigurisë dhe hetimet. Për momentin, policia po punon intensivisht për identifikimin dhe kapjen e drejtuesve të automjetit tjetër të përfshirë në konflikt, pasi dyshohet se ai ka lënë vendin e ngjarjes pas incidentit. Grupi hetimor është duke analizuar çdo detaj për të zbardhur të gjitha rrethanat e ngjarjes dhe për të mësuar se si ka eskaluar konflikti dhe kush mund të jetë përgjegjës për përdorimin e dhunës dhe armëve. Prokuroria e posaçme ka nisur hetimet për një seri ngjarjesh kriminale në Shkodër në vitin 2018 që lidhen me një konflikt hakmarrjesh mes fiseve Bajri dhe Lici, përfshirë shpërthimin e eksplozivit, vrasje dhe rëmbime. Hetimet për një sër ngjarjesh kriminale që kanë tronditur qytetin e Shkodrës në vitin 2018 janë në duart e prokurorisë së posaçme, e cila po heton lidhjet mes fiseve Bajri dhe Lici, dy grupe që janë përfshirë në një konflikt hakmarrjeje. Ngjarjet që janë në hetim përfshin shpërthimin e një sasie eksplozivi në lagjen Partizan, 4 vrasje dhe rrëmbimin e 2 personave, të gjitha të ndodhura në të njëjtin vit. Prokuroria e Shkodrës ka dërguar dosjen përkatëse në prokurori për krime të rënda dhe këto hetime janë bashkuar në një procedim të vetëm. Muajt e fundit SPA ka kryer veprime hetimore aktive për të zbardhur ngjarje dhe për të identifikuar autorët e mundshëm. Në kuadër të hetimeve, prokuroria e posaçme ka dokumentuar vrasjen e Fatbar Licit, ngjarje për të cilën janë arrestuar Behar Bajri, Safet Bajri dhe Astmer Bilali. Ata janë akuzuar në përfshirje për vrasjen e Licit, ndërkohë që kanë mohuar akuzat e ngritura ndaj tyre. Prokuroria thotë se vrasja ka pasur si motiv hakmarrjen, pasi Behar Bajri e kishte fajsuar Ibrahim Licin, nipin e Fatbardhit, për vrasjen e ish policit Boran Burçana dhe partneres së tij Silvin Doci. Hetimet vazhdojnë dhe SPA po punon për zbardhjen e të gjitha ngjarjeve të lidhura me këtë konflikt. Policia e shtetit ka njoftuar masa të sigurisë për ndeshjen Shqipëria-Andorë në stadiumin Arena Kombëtare, duke implementuar kufizime qarkullimi dhe kontrolle të detajuara për të parandaluar incidente dhe për të siguruar zhvillimin pa problem të aktivitetit sportiv.
Policia e shtetit ka njoftuar planet e siguruara për ndeshjen e futbollit mes Shqipërisë dhe Andorrës, që do të luajë mbrëmjen e kësaj të hëne në stadiumin Arena Kombëtare. Për të garantuar rendin dhe sigurinë gjatë zhvillimit të ndeshjes, do të ketë kufizime të rrepta në qarkullimin e mjeteve nga ora 15 deri në përfundim të ndeshjes në disa akse të caktuara rrugore rreth stadiumit. Për këtyre masave do të ndikojnë bulevardi Dëshmorët e Kombit, rruga Papa Gjon Pali 2 dhe rruga Lek Dukagjini nga Ish-Gardhi e Republikës deri te stadiumi, si dhe akse të tjera të zonës përreth. Në kuadër të këtyre masave, policia do të kryejë ekskortimin dhe sigurimin e ekipeve të futbollistëve të Shqipërisë dhe Andorrës nga aeroporti i Rinasit deri në hotel, stadiumit dhe e kthim. Po ashtu do të kryen kontrolle të rrepta për të parandaluar futjen e sendeve të kundërligjshme në stadium si piroteknike, flakadan dhe do të monitorojnë të gjitha mjediset e stadiumit përpara se tifozët të futet. Në lidhje me sigurinë e aktiviteteve sportive, policia ka theksuar se veprimet e dhunshme në stadium përbëjnë kundravajtje penale. Kështu hedhja e sendeve të forta, përdorimi i lëndëve piroteknike dhe hyrja në fushën e lojës nga persona të pa autorizuar do të ndëshkohen sipas kodit penal me gjoba të rëndësishme që mund të arrijnë deri në 100.000 lekë ose deri në 3 muaj burg në rast se pengohet zhvillimi normal i aktivitetit sportiv. Policia apelon për respektimin e rregullave dhe për sigurinë e të gjithë atyre që do të jenë pjesë e këtij eventi. Do të ecim me të tjera zhvillime, do të ngalojmë në informacionet nga rajoni. Sot më 24 mars shënohet 26 vjetori i ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë. Kjo moment historik që dha fund shtypjes serbe dhe i hapi rrugën çlirimit të vendit. Kjo ndërhyrje ushtarake, e cila nisi pas krimeve të rënda të regjimit të Miloševićit, shënoi një pikthese për Kosovën dhe për rajonin. Presidenti Vjosa Osmani për këtë ditë si një triumf të së mirës mbi të keqen, duke falendëruar latët e NATO-s për mbështetjen e dhënë. Ishte dita kur ndaj errësirës triumfoi drita e shpresës dhe liria mori krah. U shpreh ajo. Ndërhyrja e NATO-s erdhi pas masakrës së Reçakut dhe vazhdoi për 78 ditë bombardimesh intensive mbi objektivat ushtarake serbe. Fushat ajrore përfundoi më 10 qershor të vitit 1999, kur arrit marrëveshja teknike e Kumanovës, e cila detyroi Serbinë të tërhiqte dishforcat ushtarake dhe policore nga Kosova. Pas kësaj marrëveshje, Këshilli i Sigurimit të OKB-s miratou rezolutën 1244 duke vendosur administratën e përkohshme të UNMIK në Kosovë dhe misionin paqëruesës të KFOR-it, i cili vazhdon të jetë i pranishëm edhe sot. Gjatë luftës në Kosovë, forcat serbe vranë mbi 13.000 civil shqiptarë dhe mijëra të tjerë u zhdukën. Ndërhyrja e NATO-s ishte vendimtare për të ndaluar këtë gjenocid dhe për të siguruar lirinë e Kosovës. Sot Kosova ecë krenare dhe pa lëkundur drejt së ardhmes, si një shtet i pavarur dhe sovran. Tragjedia në diskotekën Pool së Koçanit ka lënë pas 59 viktima dhe rreth 200 plagosur, ndërkohë që 8 nga 115 të lënduarit që po trajtohen jashtë Maqedonisë së Veriut janë në gjendje kritike për jetën. Ekspertët e mbrojtjes nga zjarri dhe fatkeqësive natyrore kanë theksuar se kjo tragjedi është një dëshmi e dështimit të sistemit të mbrojtjes dhe parandalimit të zjarrit. Zjarri tragjik që shpërtheu mëngjesin e 16 marsit në diskotekën Puls në Koçan, Maqedoninë e Veriut, ka marrë jetën e 59 personave dhe ka lënë të lënduar rreth 200 të tjerë. Në mesin e të lënduarve, 8 janë në gjendje kritike dhe po marrin trajtim mjekësor jashtë vendit. Sipas autoriteteve maqedonase, 75 persona që po marrin trajtim në spitalet e vendit janë raportuar të jenë në gjendje të qëndrueshme. Ekspertët e mbrojtjes nga zjarret dhe fatkeqësisë natyrore kanë theksuar se kjo tragjedi është një dëshmi e dështimit të sistemit të mbrojtjes dhe ndalimit të zjarrit. Diskoteka që më parë kishte shërbyer si depo qilimesh, kishte një strukturë të pasigurt dhe vetëm një dalje emergjente që ishte mbyllur gjatë koncertit. Mungesa e sistemeve të alarmit dhe spërkatësve të ujit bëri që flakët të përhapen shpejt dhe të shkaktojnë pasoja tragjike. Autoritetet kanë identifikuar 34 persona që përgjegjës për këtë tragjedi, përfshirë kryetarin e komunës së Koçanit në largim, Ljupço Papazov dhe ish-kryetarët Ratko Dimistrovski dhe Nikolço Iljev. Po ashtu, ish-ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi është gjithashtu në hetim. 24 prej të dyshuarve janë vënë para burgim, ndërsa hetimi vazhdon për të zbardhur të plot shkaqet dhe përgjegjësit e zjarrit fatal. Zjarri ka nxjerrë në pa mangësi të mëdha në masën e pasigurisë dhe ka shpërthyer një debat të gjerë mbi standardet e sigurisë në ndërtesat publike dhe klubet e natës në Maqedoninë e Veriut. Do të ecim me zhvillimet nga bota. Izraeli kreu një sulm ajror preciz mbi spitalin Nasser në Khan Younis, duke vrarë kryeministrin e ri të Hamasit, Ismail Borhom. Sulmi shkaktoi edhe vdekjen e një 16 vjeçari
dhe plagosjen e disa të tjerëve. Ushtria izraelite konfirmoi sulmin duke pretenduar se kishte goditur një militant të Hamasit. Ky është antar i kartë të byros politike të Hamasit, i vrarë nga Izraeli brenda javës. Një sulm ajror izraelit goditi të dielën në spitalin Nasser në Khan Younis, duke vrarë Ismail Barhom, kryeministrin e ri të Hamasit, i cili sapo kishte marrë detyrën. Sipas burimeve zyrtare palestineze, sulmi shkaktoi dhe vdekjen e një 16 vjeçari, i cili ishte në fazën e rikuperimit pas një operacioni, si dhe plagosjen e disa personave të tjerë. Hamasi cilësoi sulmin si një akt barbar, duke akuzuar Izraelin për shkelje të drejtave ndërkombëtare dhe për vrasjen e civilëve të pafajshëm. Nga ana tjetër, ushtria izraelite e konfirmoi sulmin duke pretenduar se Barhom përdorti spitalin si bazë operacionale. Sipas autoriteteve izraelite, eliminimi i tij është pjesë e një strategjie më të gjerë për të dobësuar udhëheqjen dhe kapacitetit ushtarake të Hamasit. Ky sulm vjen pasi varet e re goditjes ajrore të Izraelit në Gaza, që ka shkaktuar 10 viktima, mes tyre gra dhe fëmijë. Ndërkohë tensionet në rajon mbeten të larta, ndërsa Hamasi ka kërcënuar me hakmarrje të ashpër pas vrasjes së liderëve të tij kryesor. Kjo është hera e katërt brenda një jave që antar i lartë i byros politike të Hamasit vritet nga sulmet izraelite. Ndërsa luftimet vazhdojnë, komuniteti ndërkombëtar bën thirrje për ndalimin e dhunës dhe gjetjen e një zgjidhje për krizën humanitare në Gaza. Protestat vijuan për të pestën ditë radhazi në Turqi, ku mbështetësit e Ekrem Imamoglu përplasën me policinë. Imamoglu la në burg nga gjykata dhe u shkarkua gjithashtu edhe nga qeveria. Partia Republikane Popullore Turke akuzon Erdoganin se ka inskenuar një grusht të shtetit të mirëfillt të duke burgosur kandidatin për president të partisë më të madhe opozitare, që mori mbështetje në primare nga mbi 14 milion njerëz. Në ditën e 5 radhazi protestat në Turqi janë intensifikuar. Më shumë qytetarë dolën në rrugë të dielën pas vendimit të gjykatit turke për të lënë në burg kryebashkiakun e Stambollit, rivali kryesor politik të presidentit Erdogan, në pritje të gjykimit për akuzat për korrupsion. Vendimi për të dërguar Imamoglu në burg vjen pasi partia kryesore opozitare, liderit evropian dhe qindra mira protestues kritikuan veprimet kundër tij si të politerizuara dhe jo demokratike. Sipas forcës politike të Imamoglut, Partisë Popullore Republikane, rreth 15 milion persona votuan në mbar Turqinë për të zgjedhur kryebashkiakun e burgosur si kandidat për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. 13 milion nuk ishin antar të partisë, gjë që tregon mbështetjen e gjerë popullore që Imamoglu gëzon për te partisë së tij. Qeveria mohon që hetimet janë të motivuara politikisht dhe thotë se gjykatat janë të pavarura, ndërsa ka dalur dhe për 4 ditë të tjera mbajtjen e tubimeve. Megjithëse një vendim i tillë nuk ka mundur të ndalë protestat dhe përleshjet me policinë që kulmuan të dielën në mbrëmje, demonstruesit e shumë u plodhën pranë bashkisë së Stambollit, ku përballen me efektivet që përdoren spraj me piper dhe gaz lotësjellës. Në qytete të tjera u përdoren mjete udhëheqës për të shpërndarë turmat. Qindra protestues janë arrestuar ditët e fundit për prishje të rendit publik, ndërsa mbrëmjen e së dielës autoritetet ndaluan pa ndonjë arsye të qartë edhe 9 gazetarë që raportonin mbi demonstratat. Zyrtarët amerikanë dhe ukrainas kanë përmbyllur bisedimet e tyre në Arabinë Saudite, ndërsa SBA-ja pritet të takohet me delegacionin rus në përpjekje për të arritur një marrëveshje me armëpushim për Ukrainën. Pas përfundimit të bisedimeve, ekipi amerikan pritet të zhvillojë një takim të veçantë me zyrtarët rus, por pa ndonjë pritshmëri për ndonjë përparim të madh. Bisedimet mes përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës përfunduan të dielën në Riyadh me qëllim koordinimin e hapave të ardhshëm drejt një marrëveshje për armëpushim në Ukrainë. Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës Rustem Umerov deklaroi se diskutimet ishin konstruktive dhe kuptimplota, duke theksuar se palët trajtuan çështje kyçe si siguria dhe energjia. Ai shtoi se qëllimi kryesor i Ukrainës mbetet sigurimi i një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme për vendin dhe gjithë Europën. Pas përfundimit të bisedimeve, ekipi amerikan pritet të zhvillojë një takim të veçantë me zyrtarët rus, por pa ndonjë pritshmëri për ndonjë përparim të madh. Sipas mediave ndërkombëtare, ndërsa delegacionet e Moskës dhe Kievit do të ndodhen në të njëjtin vend, nuk është planifikuar ndonjë takim drejt për drejt mes tyre. Përkundrazi, bisedimet do të zhvillohen me ndërmjetësimin e SBA-s, e cila po luan një rol kyç në diplomacinë për ndalimin e luftës. Nga ana tjetër, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky theksoi se ekipi i Ukrainës po punon në mënyrë konstruktive, por ai vuri në dukje se çdo përpjekje diplomatike do të jetë pa mjaftueshme nëse Moska nuk merr një vendim të qartë për të ndaluar agresionin. Kushdo që e nisi këtë luftë duhet të ndalojë atë, tha Zelensky, duke kërkuar presion të vazhdueshëm ndërkombëtar ndaj Rusisë. Zyrtarët amerikanë mbeten optimistë për vazhdimin e negociatave, ndërsa i dërguari amerikan Steve Witkoff deklaroi se pritet zhvillime të rëndësishme në ditët në vijim. Megjithatë, si Kievi ashtu edhe Moska janë shprehur të papërmbajtur në qëndrimet e tyre, duke lënë të hapur mundësinë e një procesi të gjatë dhe të vështirë për të arritur një marrëveshje konkrete.
Bashkëshortja e zëvendëspresidentit amerikan do të vizitojë këtë javë Grenlandën pas shqetësimeve për qëndrimin e presidentit Trump mbi aneksimin e territorit nga SBA-t. Sipas Shtëpisë së Bardhë, delegacioni do të vizitojë vende historike dhe do të njihet me trashëgiminë e rajonit dhe do të marrë pjesë në garën kombëtare të qenve. Usha Vance, bashkëshortja e zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance, do të udhëtojë në Grenland këtë të njëjtën si pjesë e delegacioni amerikan në kohë kur presidenti Donald Trump vjen të promovojë idenë e aneksimit të këtij territori strategjik danez. Sipas Shtëpisë së Bardhë, delegacioni do të vizitojë vende historike, do të njihet me trashëgiminë e rajonit dhe do të marrë pjesë në garën kombëtare të qenve. Delegacioni amerikan do të kthehet në SBA më 29 mars. Përveç Vance, në vizitë do të jetë dhe këshilltari për sigurinë kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, Mike Waltz, dhe sekretari i energjisë Chris White, të cilët pritet të dalojnë në bazë ushtarake amerikane në ishull. Kjo vizitë ka shkaktuar reagime pasi Waltz konsiderohet një nga njerëzit më të afërt të Trumpit dhe sipas kryeministrit të Grenlandës, Newt Edge, prania e tij është një provokim. Edge paralajmëroi se vizita mund të rrisë presionin amerikan për realizimin e planeve të Trump. Presidenti amerikan Donald Trump ka theksuar disa herë që ka marrë mandatin e tij të dytë më 20 janar se Grenlanda duhet të bëhet pjesë e SBA-s, duke deklaruar se kjo do të ndodhë në një mënyrë apo në një tjetër. Grenlanda, përveç se një territor strategjik për mbrojtje raketore amerikane, ka burime të pasura minerale që mund të jenë me rëndësi për ekonominë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, si qeveria e Grenlandës, ashtu dhe ajo e Danimarkës, kanë kundërshtuar prerëzi çdo përpjekje për aneksimin e territorit nga SBA-ja. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 25 mars 2025 parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm. Sipas të dhënave meteorologjike, territori shqiptar pritet të ketë një ditë me vërtetësira dhe rreshje të lehta shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të jetë 20 gradë Celsius. Era pritet të fryjë nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale prej 8 metrash për sekond, çka do të krijojë dallgëzim deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 13 deri 16 gradë Celsius, Kukës 11 deri 18 gradë, Peshkopi 9 deri 17 gradë Celsius, Tiranë 13 deri 20 gradë, Durrës 12 deri 15 gradë Celsius, Kavaj 12 deri 16 gradë, Elbasan 12 deri 16 gradë Celsius, Berat 13 deri 19 gradë, Korç 8 deri 14 gradë Celsius, Vlorë 13 deri 19 gradë, Gjirokastër 8 deri 10 gradë, Sarand 12 deri 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 25 mars 2025 parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm. Pritet të ketë krymot kryesisht të vranët me intervale të shkurtra shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Era pritet të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale për 6 metrash për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 8 deri 17 gradë Celsius, Podujev 7 deri 17 gradë, Skënderaj 8 deri 17 gradë Celsius, Pej 9 deri 17 gradë, Prishtinë 9 deri 17 gradë Celsius, Gjakov 8 deri 16 gradë, Malishev 9 deri 16 gradë Celsius, Gjilan 7 deri 19 gradë, Ferizaj 9 deri 17 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri 17 gradë, Suharek 10 deri 17 gradë,
për Izrael 7 deri në 17 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Të nderuar teleshikues, ne do takojmë në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.